Kohë më parë, mosha e depistimit të kancerit të qafës së mitrës ishte 40 deri në 50 vjeç, por sot kjo fash është zgjeruar nga 35 deri 55 vjeç, me synimin për të rritur ndërgjegjësimin dhe përfshirjen e grave në programet e depistimit, duke mundësuar kapjen e kësaj sëmundje në faza të hershme. Lidhur me ato që quhen fashat e moshës në risk, të cilat ne i ftojmë për të bërë pjesë në këtë program depistimi, Shqipëria e ka filluar spari me grup moshë me risk më të lartë, 40-50 vjeç, ndërkohë që standardet perëndimore, standardet europiane janë për një moshë më të zgjeruar. Megjithatë, në Shqipëri ne kemi ndjekur principin e ekuilibrit mes riskeve, kostos dhe efektivitetit. Që do të thotë, ne jemi të ndërgjegjshëm që gratë që marrin pjesë në program depistimi do duhet bëjnë ekzaminime shtesë, do duhet përdorin sistemin shëndetësor. Ekspertët e shëndetit theksojnë se kanceri i qafës së mitrës është më i përhapur tek moshat e reja. Sipas tyre, ky infeksion nuk jep shenja deri në fazat e avancuara të shfaqjes së kancerit. Ky kancer duhet ta pranojmë fillon në mosha relativisht të reja, krahasuar me kanceret e tjera. Është një infeksion që nuk e merr vesh, nuk kuptohet. E vetmja gjë, bile dhe gjendja prekanceroze pas të shfaqje, kur s'është në fazat e avancuara nuk jep klinik. Shpeshherë gratë mund të kenë një infeksion që persiston, një infeksion mikotik. Kur shfaqen simptomat e kancerit, është faza pak e avancuar. Në përgjithësi kanë hemorragji pas kontaktit ose postmenopauzës, mund të kenë dhimbje gjatë kontaktit. Por si mund të parandalohet kanceri i qafës së mitrës? Pap-testi duhet kryer me njëherë mbasi të paktën kur ke mbi 3 vjet që ke kryer marrëdhënie seksuale. Është e domosdoshme bërja e pap-testit çdo vit. Nëse 3 pap-teste dalin negativ për qeliza displazike ose qeliza të dëmtuara, atëherë bëhet çdo 3 vjet, çdo 4 vjet. Sa më pak partner seksual duhet të mjekohen nga infeksionet, të bëjnë tipizimin e PFS nëse në pap-test konstatohet që kanë papilom. Të vajzat e reja dhe ato që s'kan kryer marrëdhënie ose që se kanë infeksionin nga papilomavirusi të bëjmë vaksinimin. Numri i rasteve të diagnostikuara sipas Institutit të Shëndetit Publik vitet e fundit ka qëndruar në nivele të njëjta dhe kjo si pasojë e depistimeve në popullat.